Shkoni shpesh për të urinuar, jasti të shpëtoni nga ky siklet një herë e mirë. Një person me një fshikë tepër aktive ndjen panikun ose nevojën urgjente për të shkuar në tualet. Ndonjëherë kjo thirrje është aq e madhe sa që një person ka një humbje të pavullnetshme të urinës. Herën tjetër, një fshikë e mbushur është pengesë për gjumin e një personi, i cili mund të krijojë gjithashtu edhe bezdisje më të mëdha në jetën e tij të përditshme. Sipas Fondacionit Zyrtar të Shoqatës Urologjike Amerikane, para se të fillojmë, bëni një like videos dhe ju lutem klikoni subscribe, do të na ndihmonit shumë. Afro 33 miliona amerikanë vuajnë nga fshikëzat tepër aktive. Klinika Mayo njeh stresin psikologjik që mund të vijë nga fshikëzat tepër aktive. Ju mund të ndjeni edhe të zënë ngushtë dhe zgjoheni vërtet i izoluar. Ne jemi këtu për t'ju thënë që ka nevojë edhe për mënyra të ndryshme për të lehtësuar komplikacione dhe për të ndërmarrë hapat e duhur për një gjendje më të mirë relaksi dhe të lehtësoni gjithashtu problemin e fshikëzës tepër aktive. Ka një numër të madh të mënyrave që mund të bëni në shtëpi për të shpëtuar nga ky problem i përditshëm, disa prej të cilave do t'i rendisim në këtë video sipas ekspertëve të Healthline. Buka e thekur. Zorra e lumtur të çon në një fshikëzë të lumtur. Përmirësoni funksionin tuaj të zorëve duke konsumuar rregullisht ushqime të larta në fibra, si gruri, buka e thekrës. Healthline rekomandon gjithashtu edhe frutat e freskëta, si drithra, fasule, si dhe ushqime të pasura me fibër, të cilat mund të shtohen në vaktet tuaja ditore për të ndihmuar organizmin në një gjendje më të mirë relaksi. Farat e kungullit. Disa njerëz kanë përdorur farat e kungullit për të trajtuar problemet e tyre urinare, duke përfshirë këtu një fshikëzë tepër aktive. Funksionon sepse farat rrisin prodhimin e testosteronit dhe kështu forcojnë muskujt e legenit. Shtoni në dietën tuaj gjithashtu edhe konsumin e bananeve. Ushqimet të cilat janë të pasur me magnez me nivele të larta të tij mund të ofrojnë një zgjidhje mjaft të mirë. Por ushqimet që përmbajnë magnez janë bananet, misri, patatet që mund të ndihmojnë në reduktimin e spazmave të muskujve dhe lehtësimin e këtyre komplikacioneve, duke ju ndihmuar në një qetësim më të madhe gjatë natës, edhe një zgjidhje mjaft të mirë për të lehtësuar komplikacionet që sjell fshikëzat tepër aktive në organizmin tuaj. Nëse jeni një person që doni të shpëtoni nga këto komplikacione, sigurohuni të rregulloni sa më mirë dietën tuaj ushqimore. Sipas Health.com, magnezi është i rëndësishëm për të inkurajuar fshikëzën tuaj që të zbrazet plotësisht, edhe kështu të parandalohet edhe urinimi i tepërt. Gjendja juaj do të jetë më e relaksuar dhe do ta keni më të lehtë të jepni fund këtij problemi. Qumshti është një tjetër produkt i rëndësishëm që mund të shtohet në vaktet tuaja ditore për të ndihmuar në betejën kundër këtyre komplikacioneve. Vitamina D, e cila gjendet te qumshti, peshku dhe vezët, zvogëlon riskun e mosmbajtjes së urinës. Kjo është veçanërisht e vërtet për gratë, citon Health.com, të cilat e kanë shumë të nevojshme të kenë edhe një vetkontroll më të mirë të gjendjes së tyre shëndetësore. Arrat. Ato përmbajnë një aminoacid të rëndësishëm siç është oksidi nitrik, përbërësi i rëndësishëm ky edhe në mbajtjen e traktit tuaj të shëndetshëm, duke evituar kështu dëshirën e pa evitueshme për të shkuar në tualet për të urinuar. Ju mund të jeni të njohur me këtë skenar. Zgjoheni në mes të natës me një nevojë urgjente për të vizituar tualetin. Pasi të keni plotësuar dëshirën, nuk mund të ktheheni përsëri në një gjumë të rehatshëm dhe të mirë. Duke pasur nevojë për të shkuar në tualet në banjo disa orë përpara se alarmi juaj t'ju zgjojë nga gjumi, mund të jetë vërtet e bezdisshme për ju, që të arrini të qetësoheni dhe të ndërmerrni gjithashtu hapat kryesor bazë për lehtësimin e këtyre komplikacioneve. Sipas ekspertëve të Healthline, në këtë video do të rendisim disa mënyra natyrale se si të shpëtoni nga ky komplikacion dhe t'i vini në ndihmën shëndetit tuaj. Ky produkt, i cili mund të zgjidhet shumë lehtë në shtëpinë tuaj, mund të përdoret për shumë arsye, por është e mira që të përdoret si duhet. Një arsye duke u paraqitur nga studiuesit japonez është se mund të lehtësojë problemet tuaja urinare. Problemi të pasur nevojë disa herë gjatë natës për të urinuar mund të jetë për shkak të ndonjë çështje mjekësore. Si shumica e njerëzve është një problem që shpesh bëhet gjithmonë edhe më keq me moshën.
Pikërisht për shkak se kur rritemi nivelet e hormoneve mund të zvogëlohen, gjë që mund të zvogëlojë në kështu edhe elasticitetin e fshikëzës së urinës dhe të ndikojë në drejt për së drejti në çështjet tuaja shëndetësore. Për këto arsye është e mirë që të qëndroni pas tharjes për të shkuar në tualet. Diabeti, fshikëza e tepërt, disa barna ose zgjerimi i prostatës tek meshkujt janë disa arsye pse ju mund të përjetoni këto ndryshime të forta dhe të keni nevojë për të vizituar tualetin më shpesh gjatë natës, duke krijuar kështu edhe bezdisje më të mëdha për gjumin tuaj. Por hulumtuesit japonez nga Universiteti Nagasaki në Japoni zbuluan se cilat janë arsyet kryesore që mund të lidhen gjithashtu edhe me shëndetin tuaj të dobët dhe të ndërlidhen me fshikëzën tepër aktive që mund të ndikojë në shumë aspekte të shëndetit tuaj. Një studim prej më shumë se 300 vullnetarësh hulumtuesit zbuluan se një konsum i reduktuar i kripës nxit njerëzit që të urinojnë më pak. Pra nëse jeni një person që vuani shpesh nga urina e tepërt, atëherë përpiqeni të rregulloni çështjen tuaj imunitare dhe të ndërmerrni hapat bazë edhe me konsumin e sasive të larta të kripës. Ajo që hulumtuesit japonez kanë gjetur do të thotë vetëm një ndryshim i lehtë në dietën tuaj që mund të ndihmojë gjithashtu edhe në zvogëlimin e problemeve të tilla, ose ndalimin e çështjeve të cilat ndikojnë drejt për së drejti në cilësinë tuaj të shëndetit. Autori i studimit Dr. Matuso Tomarayo i tha BBC News se studimet më të mëdha u nevojiten për të konfirmuar lidhjen, por ekspertët kanë cituar se një dietë e cila nuk përmban sasi të larta të kripës mund të jetë zgjidhja më e mirë kundër problemeve të tepërta të urinimit. Në rast kur nevoja për të urinuar ju nxjerr gjumin, duhet të trajtohet pasi nuk është një shenjë se duhet të injorohet. Madje edhe ngjyra e urinës suaj mund të tregojë shumë për shëndetin tuaj dhe çështje të tjera lidhur edhe me gjendjen tuaj shëndetësore. Rreth 1/3 e të rriturve mbi moshën 30 vjeçare thonë se duhet të ngrihen në mes të natës për të shkuar në tualet për të urinuar. Madje shumica e tyre mund të shkojnë edhe 2 herë, sidomos edhe pas moshës 65 vjeçare kur problemi mund të bëhet edhe më i madh. Kjo gjendje quhet nokturi, dhe ata që vuajnë nga kjo shpesh duhet të përdorin tualetin më shumë se një herë në mbrëmje, dhe rezultatet që do të marrin do të jenë ndikuese të drejtpërdrejta në cilësinë e jetës së tyre. Gjumi ndërprerje është i lidhur ngushtë me rrezikun e rritjes së diabetit. Sipas studimeve, dobësimi i imunitetit, sëmundjet e zemrës, madje edhe problemet e imunitetit mund të jenë disa nga arsyet bazë pse ju po përjetoni këto ndryshime të papritura dhe zgjime në mes të natës për të shkuar në tualet për të kryer nevojat tuaja. Eksperti urologjist Philip van Kerebrug po i paralajmëron njerëzit që të shkojnë edhe në tualet sa herë kanë të nevojshme, por të shohin edhe shenjat e nokturisë për hir të shëndetit të tyre. Ai citon se njerëzit mendojnë se ngritja gjatë natës për të shkuar në tualet është normale, por nuk duhet të jetë kështu. Në rast se po përjetoni këto ndryshime të forta në shëndetin tuaj, është koha të flisni me mjekun tuaj. Gjumi i dobët mund të dëmtojë seriozisht shëndetin tuaj dhe kështu njerëzit që ngrihen në mes të natës për të shkuar në tualet mund të dëmtojnë seriozisht imunitetin e tyre dhe të nxisin gjithashtu komplikacione të njëpasnjëshme. Nokturia është mirë se mund të trajtohet, kështu që nuk keni nevojë që të vuani në heshtje, por duhet të flisni me mjekun tuaj për çdo ndryshim të mundshëm që është duke përjetuar trupi. Vetëm në këtë mënyrë do të ndihmoni organizmin të japë fund këtyre shqetësimeve. Një gjum i natës i ndërprerë mund të ketë gjithashtu ndikime të ndryshme në gjendjen tuaj fiziologjike dhe atë shëndetësore. Prandaj, është e rëndësishme të flisni me ekspertin e shëndetësisë dhe të ndërmerrni hapat e duhur në trajtimin e këtyre komplikacioneve për të evituar kështu edhe komplikacione të tjera të imunitetit. Është e rëndësishme që nëse përjetoni këto shenja her pas here në trupin tuaj, t'i adresoni ato tek mjeku përkatës. Kjo është mënyra e vetme që do ju vi në ndihmë në shqetësime të tilla dhe të ndihmojë organizmin tuaj të jetë edhe më i shëndetshëm dhe të mos keni nevojë të zgjoheni në mes të natës për të shkuar në tualet. Vëmendje, ju bëjmë dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zëvendësojnë këshillat e mjekut tuaj ose ato të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor.
dhe nuk ka në përqëllim që të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.